Ligji për sistemin e ri me pikëzim të lejeve të drejtimit ka hyrë në fuqi dhe pritej të vijë në zbatim që prej 1 janarit të këtij viti. Por edhe pse kanë kaluar gati 2 javë nga fillimi i këtij muaji, ky sistem me pikëzim nuk po gjen zbatim, pasi kërkon një harmonizim të punës mes 2 institucioneve, Drejtorisë së Shërbimit të Transportit Rrugor dhe Policisë së Shtetit. Ndryshimet e ligjit në Kodin Rrugor janë miratuar që në fund të vitit 2011. Ndërkohë që në qershor të vitit 2013 janë miratuar edhe të gjitha aktet nënligjore. Sipas Ministrisë së Transporteve, ligji duhet të niste zbatimi në fillim të këtij viti, por Policia e Shtetit dhe Drejtoria e Shërbimit të Transportit Rrugor e kanë lënë pezull funksionimin e sistemit me pikë të patentave. Asnjë nga drejtuesit e këtyre institucioneve nuk dëshiron të flasë për këtë ngërç. Ligji parashikon ngritjen e një sistemi elektronik në drejtorinë e policisë për çdo shkelje që bëjnë shoferët. Atyre u hiqen pikët në mënyrë automatike nga regjistri kombëtar elektronik i lejeve të drejtimit në drejtorinë e përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor. Sistemi i patentës me pikë parashikon edhe masa të ashpra për drejtuesit e automjeteve që nuk respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Sistemi bazohet në një total prej 20 pikësh, të cilat zbriten në bazë të llojit të shkeljes së këtyre rregullave. Qytetarët që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor, nëse bëjnë 20 pikë shkelje, atëherë institucioni e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor dhe Policia e Shtetit i tërheqin lejen e drejtimit dhe qytetari është i detyruar që të regjistrohet në autoshkolla dhe të vazhdojë provimet sikur nuk e ka pas asnjëherë lejen e drejtimit. Sipas zonjës Gina, këto masa do të disiplinojnë sjelljen e drejtuesve të mjeteve, si dhe do të ndikojnë në uljen e numrit të aksidenteve.